Betimin tjetër kanë përveç Allahut është shirk. Ndonjëherë mund të jetë shirk i vogël, ndonjëherë shirk i madh. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashrak." Do të thonë, kush betohet në tjetër kënd përveç Allahut, ai ka bërë kufër ose ka bërë shirk. Kur themi shirku i vogël, do të thonë këto shembuj janë për shirkun e vogël. Nuk guxon njeriu ta mashtroj fjala i vogël ose ky epiteti i vogël, sepse shirku i vogël, do thotë, është mëkati më i madh se gjitha mëkatet tjera. Prandaj ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu në lidhje me betimin, ka thënë la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighayrihi sadiqa. Do thotë, të betohem në Allahun rrejshëm është më e dashur për mua se sa të betohem dikën tjetër duke thënë të vërtetën. Dhe betimi në Allahun rrejshëm, ky është prej mëkateve më të mëdha. Yaminul ghamus, do të thënë betimi zhytës, që e zhyt njeriu në xhehenem, është prej mëkateve më të mëdha. Mirë po ka thënë Abdullah ibn Mas'ud, do të thënë nxënësi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe një prej dietarëve më të mëdhenj të sahabeve, ka thënë të betohem në Allahun rrejshëm është më mirë se sa të betohem dikën tjetër duke thënë të vërtetën. Edhe kanë thënë disa dietar, këtu janë përmendur dy vepra të mira dhe dy vepra të këqija. Veprat e mira janë tauhidi dhe thënia e vërtetës, sinqeritet, do të thonë sidku, thënia e vërtetës është prej veprave më të mira. Dhe janë përmendur dy vepra të këqija, që janë shirku dhe gënjeshtra. Dhe ka thënë, pra thot Abdullah ibn Mas'ud, tauhidi me gënjeshtër, do të thonë kjo vepra e mirë, tauhid, me këtë vepër të keqe, që është prej veprave më të këqija, gënjeshtër, është më mirë se sa e kundërta. Vepra e keqe shirk, që është me një prej veprave më të mira, thënia e vërtetës. Thotë, pra ky shirku i asgjëson të gjitha veprat e mira dhe nuk ka dobi me asnjë vepër të mirë njeriu te Allahu subhanahu wa taala nëse i ka bërë shirk. Prandaj do thotë betimi ndikon tjetër është shirk i vogël. Mirë po është më keq se të gjitha veprat tjera që janë të këqija, që i di njeriu se janë, do të thonë, janë prej mëkateve të mëdha. Shirku i vogël, do të thonë, është më i madh se të gjitha mëkatet e mëdha. Dhe ky betimi, që është shirk i vogël, thotë, shumë lehtë është që të kaloj në shirk të madh. Edhe kjo bëhet duke e madhruar atë në të cilin betohet, sepse betimi është një prej llojeve të adhurimit. Do të thënë kur njeriu betohet në Allahun subhanahu wa taala, çka do thotë betim? Betim do të thonë kur e thot fjalën dhe do ta përforcoj me atë se është e vërtetë, duke e përmendur emrin e Allahut. Ky është definicioni i betimit. Duke e përmendur një prej emrave të Allahut ose diçka prej cilësive të Allahut. Do thotë e përforcon se fjala është e vërtetë. Dhe ky është adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nëse bëhet ndaj dikujt tjetër, është shirk. Nëse bëhet me madhrim, do të thonë është shirk i madh. Nëse njeriu e thot si fjalë, do të thonë jo me madhrim nga zemra, ose me bindje se ai në të cilin betohet ka fuqi që ta dënoj, sepse kur betohet njeriu në Allahun, e ka bindjen që nëse është duke gënyer, do të thonë Allahu do ta dënoj për këtë përmendje të Allahut. Edhe nëse e ka këtë bindje për atë tjetrin që e përmend, atëherë është shirk i madh. Por nëse nuk e ka këtë bindje, atëherë quhet shirk i vogël. Mirë po është rrugë për në shirk të madh. Edhe e shohim se si njerëzit e madhrojnë atë në të cilin betohen. Dhe nëse i shohim disa ignorant, ose disa që janë të ndikuar nga sufizmi, nëse do të gënjej edhe ta mashtroj dikën, betohet në Allahun. Por nëse ai tjetri, pala tjetër, do të thonë do të vërtetohet tamam, është duke thënë të vërtetën, thotë betohu në tyrbe. Edhe atëherë ndalet. Do të thonë ose betohu në filan shejhun e kështu me radhë. Do të thonë kjo tregon se ata i madhrojnë këta të adhuruarit më shumë se sa Allahun subhanahu wa taala. Ose njësoj sa Allahun. Edhe kjo është shirk i madh.
Më thënë, prandaj kjo duhet të kuptohet se rreziku i betimit në tjetër kant, ose në përgjithësi, rreziku i shirkut të vogël. Rreziku i shirkut të vogël është se është rrugë për në shirk të madh. Për këtë shkak, disa prej dietarëve kanë quajtur shirk i fjalëve. Do të thënë këto janë fjalë, edhe fjala tjetër që do të përmendet, Masha Allahu wa shi't, ose Masha Allahu wa sha'a fulan, do thotë si të dojë Allahu dhe filani. Do të kjo është shprehje, mirë po nëse thuhet në një fjali, nënkuptohet barazim i filanit me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ose shprehje të tjera, si i thonë, nuk më kam mbetur askush mu përveç Allahut dhe ty. Më thonë, për mua veç Allahu edhe ti jeni. Ose, do thotë, pra ishte, dhe me këmdihmoj Allahu dhe filani. Më thënë, gjitha këto janë barazim i të tjerve me Allahun subhanahu wa ta'ala.